Gjykata dënoi me 16 vite burgvrasjen e djalit flet babai Martin Canit. Shkolla jo vetëm heshti, por as ndjes nuk ka kërkuar. Ditën e sotme gjykata e Tiranës ka dënuar me 16 vite burg Mario Prolleshajn, adoleshentin që vrau me thik të riun Martin Canën një vit më parë. Babai Martin Canit ka folur për media duke kritikuar heshtjen e shkollës për ngjarjen e rëndë. Ja dhe deklarata e tij. Sot pas një viti dhimbje që nuk përshkruhet me fjalë, familja Martin Canit, kemi parë për herë të parë një rezet fort drejtësie. Gjykata vendosi të mos ndjek rekomandimin e prokurorisë, e cila e trajtoi ngjarjen si një vepër të vetme penale, por e njohu qartë atë që ne kemi thënë që në ditën e parë janë dy vepra penale, vrasja e Martinit dhe tentativ vrasje ndaj Luizit. Ky vendim është një akt kurajoz, profesional dhe i drejtë, është një vlerësim real i asaj që ndodhi, dy fëmijë të goditur me thik, dy akte të veçanta dhune, dy qëllime kriminale të ndara. I falenderojmë gjyqtarët për integritetin dhe ndershmërinë e tyre që zgjodhën të shohin të vërtetën dhe jo rrugën më të lehtë procedurale. Ky vendim nuk na e kthen dot Martinin, por na jep një ndjenjë të thellë se dhimbja jon nuk u shpërfill dhe se jeta e tij u trajtua me peshën dhe dinjitetin që meriton. Sot Martini është më i gjallë se kur në ndërgjegjen e shoqërisë. Ne do të vazhdojmë misionin ton me Muzeun Martin Cani, një vend i kujtesës dhe edukimit. Filmin mbi jetën e tij do ta mbajmë gjallë, ëndrrën e tij të futbollit dhe të ardhmes që nuk arriti ta jetojë. Fondacionin Martin Cani që do të luftojë për sigurinë e fëmijëve në shkolla, që askush të mos përjetojë atë që kaluam ne. Falenderojmë të gjithë qytetarët që kanë qëndruar pranë nesh. Sot drejtësia foli me zë të qartë për Martin Canin.